kam kënaqësinë që jemi këtu së bashku për të reafirmuar përkushtimin e Republikës Kosovës në forcimin e sistemit tonë kombëtar të menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe për të thelluar partneritetet që na ndihmojnë drejt këtij qëllimi. Të gjithë ne jemi dëshmitar të një realiteti global ku fatkeqësitë natyrore po bëhen më të shpeshta, më intenzive dhe më të paparashikueshme. Ndryshimet klimatike po shkaktojnë përmbytje të mëdha, thatësira më të gjata, temperatura ekstreme dhe rreziqe të reja që prekin direkt sigurinë, ekonominë dhe jetën e qytetarëve. Vetëm gjatë viteve të fundit, mbar bota është përballur me valë zjarre shkatruese, stuhi të fuqishme, rreshje ekstreme dhe fatkeqësi të tjera që kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha ekonomike. Këto sfida kalojnë kufijt dhe kapacitetet e çdo shteti individualisht. Asnjë vend nuk është imun dhe kërkohet një nivel krejtësisht i ri i përgatitjes, koordinimit dhe vizionit strategjik. Sistemet efikase të paralajmërimit, koordinimi ndërinstitucional dhe reagimi shpejt shpëtojnë jetë, minimizojnë dëme dhe parandalojnë kriza humanitare. Për këtë arsye, Republika e Kosovës është e përkushtuar të avancojë arkitekturën e saj të emergjencave civile, duke investuar në kapacitete logjistike, teknologji moderne, ngritje të kapaciteteve profesionale dhe forcim të bashkëpunimit ndërinstitucional. Në këtë rrugtim, roli i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Agjencisë së Pyjeve dhe institucioneve tjera relevante është thelbësor. Si qeveri jemi të përkushtuar të forcojmë koordinimin ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, sepse reagimi efektiv ndaj fatkeqësive fillon nga komuniteti, pra nga qytetarët, të cilët duhen të jenë të informuar dhe të përgatitur mbi reagimin në situata emergjente. Kjo qasje integruar forcon bashkëpunimin ndërinstitucional dhe shtrin mbështetjen nga njohja e rrezikut deri te gatishmëria e plot operacionale. Mbështetja e partnerëve tonë ndërkombëtar përballë këtyre sfidave është një rëndësi e jashtëzakonshme. Me këtë rast, më lejoni të shpreh mirënjohjen e veçantë për Komisionin Evropian dhe Bankën Botërore në bashkëpunim me Fondin Global për zhvoglimin e rrezikut dhe rrimëkëmbjen nga fatkeqësitë, për mbështetjen e vazhdueshme dhe të çmuar përmes projekteve TAF-1 dhe TAF-2. Këto iniciativa strategjike po japin një kontribut të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve të Republikës Kosovës në menaxhimin e rrezikut dhe përballimin e fatkeqësive. Të nderuar të pranishëm, gatishmëria kombëtare përbën themelin e sigurisë së çdo shteti. Është një politikë që prek drejt për drejt mirëqenien, sigurinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Është investim në mbrojtjen e jetëve, mjedisit, ekonomisë dhe të ardhmes sonë. Republika e Kosovës është e përkushtuar të ndërtojë një sistem të qëndrueshëm, të koordinuar dhe proaktiv, i cili vendos parandalimin dhe reagimin e shpejtë në qendër të politikave tona publike. Më lejoni të ju falenderoj për praninë tuaj, por mbi të gjitha për angazhimin e përbashkët në këtë fushë kaq të rëndësishme për sigurinë e vendit tonë. Kontributi i secilit prej jush, si individ, si përfaqësues, si institucione vendore, partner ndërkombëtar dhe ekspert është i domosdoshëm për të ndërtuar një sistem më të fortë, më të përgatitur dhe më të qëndrueshëm të menaxhimit të emergjencave në Republikën e Kosovës. Puna dhe përkushtimi juaj, i të gjithë neve, na japin besim se bashk mund të arrijmë rezultate edhe më të mëdha në shërbim të qytetarëve tonë dhe të forcimit të institucioneve të kësaj fushë në Republikën e Kosovës. Është kënaqësi e veçantë që sot ndoj me ju një prej proceseve shumë të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve të vendit tonë, projektet TAF-1 dhe TAF-2, të cilat shënojnë një hap të madh përpara në modernizimin dhe harmonizimin e sistemeve tona me standardet evropiane
si dhe në përmirësimin e menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë. Përmes këtyre projekteve po avancojmë në rritjen e kapaciteteve profesionale të institucioneve në nivel qendror dhe lokal, në përmirësimin e planifikimit, koordinimit dhe harmonizimit me standardet EBS dhe mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, si dhe në modernizimin e sistemeve të paralajmërimit. Këto projekte janë teje të rëndësishme për vendin tonë, duke na mundësuar jo vetëm rritje të njohurive, por edhe ndërtimin e praktikave më të mira, të aplikueshme dhe të qëndrueshme në terren. Të dy projektet janë plotësisht në përputhje me prioritetet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Agjencisë Menaxhimit të Emergjencave dhe partnerëve tanë në nivelin qendror dhe lokal, duke adresuar njëkohësisht kërkesat nga mekanizmi evropian i mbrojtjes civile. Kjo punëtori ka për qëllim prezantimin e të arriturave të drejtanishme të aktiviteteve, përmirësimi i kuptimit rrezikut nga fatkeqësitë, parashikimi i bazuar në ndikimin dhe paralajmërimi i hershëm, si dhe prezantimin e aktiviteteve nga avancimi i gatishmërisë nacionale për menaxhimin e rrezikshmërisë për kriza dhe zjarre malore në Kosovë. Kjo ngjarje do të jetë një mundësi e mirë për gjithë pjesëmarrësit për të diskutuar gjendjen aktuale dhe të dëshiruar të sistemit të paralajmërimit hershëm, qëndrueshmërisë së komunitetit, gatishmërisë dhe rimëkëmbjes nga fatkeqësitë në Kosovë. Rezultatet e diskutimit do të jenë një kontribut i vlefshëm për zbatimin e aktiviteteve. Këto projekte janë investime në sigurinë, mirëqenien dhe të ardhmen e qytetarëve tanë. Përmes tyre po ndërtojmë një sistem më të fortë, më të koordinuar dhe të përgatitur për të përballur me sfidat e sotme dhe ato të së ardhmes. Në emër të Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, shpreh mirënjohjen time të sinqertë për Ministrin e Punëve të Brendshme, zotin Xherat Feçla, për përkrahje të vazhdueshme në avancimin e Agjencisë së Menaxhimit Emergjent. Gjithashtu shpreh mirënjohje për partnerët tanë ndërkombëtar, për kolegët tonë vendor nga institucionet, në gjithë të kontribuojmë dhe të vazhdojmë të kontribuojmë për të avancuar sistemin tonë.